A është e vërtetë që burrat e kanë lëkurën gjithmonë më të mirë se sa të gratë, pra më të freskët? Nuk është. Nuk është e vërtetë? Jo, nuk është e vërtetë, është legjendë urbane, mund të themi. Sepse mendohet se femrat më shumë, do të thotë, për shkak të grimit, për shkak të qanave tjera gjatë jetës, si proceseve të lindjes e proceseve, pëson pak lëkura, është e vërtet, mirë po marë në përgjithësi edhe gjenia mashkullore ka obligimet e veta, kështu që kur të vjen puna të lëkura, do të thotë kemi një farë balansimi. Okej, kështu ka më shumë frikë nga ndërhyrjet? Nga ndërhyrjet frikë ka gjenia mashkullore, definitivisht është e pa kontestueshme. Si mërë burrat? Nuk e di, burrat e kanë, do të thotë, sigurisht nuk e marrin. Nuk e di, nuk kam në spjegim, mirë po nuk ka të riman mes burrave. Të bën habit kjo kur ishe? Jashtëzakonisht shumë. Se kur hynë brenda, hynë me një farë vetbesimi dhe me një farë burnie, mandit kur dalin si ma të lënduar. Si lëndum, po. Si në vaj. E po mirë të aprovojnë se kjo shpreja bukuria dhëmbë, derivon veç na e kemi kuptu. Po, e kanë provu tash edhe procesin e depilimit, epilimit, krejt të procesit e dhimshme, kështu që jemi pak si të barabartë në këtë aspekt. Ndërsa, kur flasim për sekretet, ti biles në rrjetet tua sociale dhe për gjithë ndjekësit e tu dhe klientët e tu, ke zbulu këtë sekretin e bukurisë koreane që thuhet se përdoret edhe nga disa gratë që kanë influencë shumë të madhe në botë, emra si Kim Kardashian, dhe çdo kush do donte ti dinte sekretet e saja, sidomos të lëkurës që kohëve të fundit edhe viteve të fundit është yll me u pa. Çka fshihet pra pasaj si pas teje, që mendon? Shiqo, vendi ynë është pak ma mbrapa me shumë gjana, edhe me ndërhyrje estetike, që mendoj që ka të bëj me traditat tona, apo mënyrën e jetesës se si është kalu në treva tona në përgjithësi. Korea, si dhe Amerika Latine janë shumë më përpara me ndërhyrje estetike, me të gjitha, si me ndërhyrje, si me operacione plastike, si dhe me hulumtimet në nivelin qelizor, të cilën e ka bërë Korea, me vitet të tona, që është shumë përpara nesh, do të thotë edhe krejt kjo ka të bëj me rigenerimin në nivel qelizor të strukturës së lëkurës dhe parandalimin e procesit të plakjes. Do të thotë krejt njerëzimi në një pjesë si përka shëndeti, si përka mirëqenja e organizmit të përgjithësi, si nga mirëmbajtja e lëkurës, do të thotë jemi të shkon në rrugtimin e parandalimit të procesit të plakjes si dhe prolongimin të jetëgjatësisë, po pse jo edhe pamjes më të re.